për kryeqytetin. Vendimi sipas Mustafait vjen për shkak të mungesës së transparencës, debatit të brendshëm dhe mos respektimit të statutit në Partinë Demokratike për një garë që sipas tij duhet të ishte e ndershme. Që nga ky moment unë tërhiqem nga politika dhe do të vazhdoj të ndërtoj projektet e mia në përputhje me ato çka di ti bëj dhe ku nuk cënohet dinjiteti im. Tani mund të them me keqardhje të thellë se nuk ka absolutisht respektimin e asnjë norme të statutit, pra kjo nuk përbën në asnjë element të saj një garë. Meqense unë kam hyrë në këtë histori për arsye parimore, ju njoftoj ju se unë tërhiqem nga kjo garë. Pasi shpjegon arsyet e largimit, Mustafait deklaron se nuk do të jetë pjesë e listave me asnjë parti, të paktën në këto zgjedhje, por ai nuk ka përjashtuar rikthimin në politikë në një të ardhme të papërcaktuar. Është e sigurt që unë nuk pranoj asnjë ofertë nga asnjë parti për të qenë në listat e deputetëve, por kur them se fjala kur nuk është në fjalorin tim, projektet që unë tashmë po ndërtoj në kokë për 4 vjet të ardhshme nuk janë projekte politike. Pas 4 vjeç, në vitin 2013, unë do të kem moshën që ka patur Berisha në vitin 99, kur edhe ne si Parti Demokratike lançum lëvizjen një fillim i ri, pra asgjë s'është mbyllur asnjëherë në jetën e një njeriu si unë. Besnik Mustafait dha dorëheqje nga posti i ministrit të punëve të jashtme në prill të 2007-s, pas konfliktit me kryeministrin Berisha. Zoti Mustafait tha se ishte i lodhur dhe ky mund të konsiderohej një motiv i mjaftueshëm për dorëzimin e portofolit ministror. Më pas deputeti Mustafai e konsideroi një miqësi të prishur raportin me zotin Berisha. Asnjë nga protagonistët nuk foli kurrë për arsyet e vërteta dhe konkrete të kësaj prishjeje. Në shtator të 2008-s, besnik Mustafai shpalli ambicien për drejtimin e PD-s së Tiranës, por as Berisha dhe as njerëzit rrotull tij nuk e pritën mirë këtë lëvizje. Pas muajsh të gjatë heshtje, kryeministri Berisha deklaroi se preferon Daldo Bumçi në krye të degës së kryeqytetit, e kur Mustafai kritikoi këtë vlerësim si shkelje e barazisë së garës, ati u hoq nga posti i sekretarit të marrëdhënieve me jashtë në Partinë Demokratike. Besnik Mustafai hyri në politikë qysh në lëvizjen studentore të dhjetorit 90, e përgjatë gjithë kësaj kohe njihet si një ndër njerëzit më të afërm të kreut historik të Partisë Demokratike Sali Berisha.